Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në Shqip, në Dritare Televizion. Kemi një histori shumë interesante sot. Ishte një propozim në fakt që erdhi në email. Ne jemi shumë të vëmendshëm ndaj çdo propozimi, i cili na sugjeroi që të intervistonim Dom Frokzefin në Kosovë për një libër që ai sapo ka nxjerrë, shumë interesant. Libri quhet Shpërngulja e shqiptarëve Kelmendas në Sriem. Është një histori që do doja ta ndanim sot së bashku. Së pari, mirë se erdhët në Dritare, Dom Frokzefi. Mirë se ju gjej, faleminderit në thirrje dhe përshëndetje nga Kosova, juve dhe të gjithë dëgjues të Radio TV Dritare Televizion nga Tirana. Faleminderit. Ju nga flisni? Ku jeni, në Prishtinë? Jo, jam në Biç të Kosovës, komuna e Lipijës. Shumë interesant. Pse e bët këtë libër ju? Pse e bët këtë libër ju? Domethënë, cila është historia që ju lidh juve me këtë libër, i cili më ngacmoi jashtëzakonisht. Jam shumë e kënaqur që do flasim për të sot. Kjo është një libër, një broshurë e vogël e cila u butue këto ditë në Kosovë, shpërngulja e shqiptarëve Kelmendas në Sriem, të cilët janë shpërngulje në vitin 1737-1739, gjatë luftës austriake kundra turqëve në Sriem, në Austro-Hungari të asaj kohës, dhe u butu tash në gjuhën shqipe, kjo u butu në gjuhën kroate para do vite, por tash e ka pasën fatin më butu dhe në gjuhën shqipe si një broshurë e vogël. Por ndryshe do të botohet një libër më e madhe me këtë problematik, me këtë temë shpërngulja e këtyre shqiptarëve Kelmendas në Sriem. Ju keni, cili është pozicioni juaj në këtë rast? Keni studiuar, keni pasur përdorim të një arkive, domethënë si keni rënë ju në gjurmë të kësaj historie? Unë po ta fatë jam student i teologjisë në Gjakov të Kroacijës, ku ishte zakonshme me ardhen i Persi i Kosovës në vizit Nik Prela, i cili ishte aso kohë i Persë ndihmës i Kosovës, dhe ai më tregon se në Osijek të Kroacijës në Slavoni ekziston një varr i argjipezit nga Shkupi Mikel Suma, i cili ka linë në Sap, në Bab, fshatin Bab të diocezës Sapës në Shqipëri me 1695 dhe u vorros në Osijek në Kroaci 1777 dhe i Persi më detyroi ta hulumtoj ku është ky i argjipezit Shkupit, pse ka ardhur në Osijek, pse ka vorrin në Osijek, duke hulumtuar mbi argjipezin e Shkupit hasën e dokumente saj nuk ka ardhur vetëm, por me të ka ardhur dhe një popull shqiptar Kelmendas, 1200 persona bashkë me argjipezin e Shkupit kanë ardhur në Slavoni, në Austro-Hungari të asaj kohe. Po tani, si bie në çfarë vendi, ku është Sriemi tani? Në çfarë vendi është Sriemi tani? Në kohët e sotshme, për fat të keq, Sriemi është në Serbi, por në kohën në shekullin 17 ajo ishte pjesë e Austro-Hungarisë. Deri te lufta e dytë botërore ishte pjesë e Kroacijës. Pas luftës dytë botërore ishte pjesë e ish shtetit Jugosllavisë dhe në kohën e fundit është pjesë e Serbisë. Sava është një lom i madh, i ishte kufi në mjet Kroacijës dhe Serbisë, por në Savë ata e kanë ruajtur kufinin e Austro-Hungarisë. Tashti ajo pjesë është në Serbi, në Sriem të Serbisë, në kokën e sotshme, ose në Vojvodin, nëse është më e qartë. Shumë e qartë. Pra në Vojvodin. Në Vojvodin, po. Pjesë e Vojvodinës thirret Sriem më kroatisht, ose në gjuhën serbe Srem, ose në gjuhën kroate Sriem. Na e marrëm këtë variantën edhe në gjuhën shqipe, është Srem ose Sriem. Po e plasim si që e plasim kroat Sriem, me i-jë, Sriem. Sa kohë ka që ju merreni me këtë studim, me kërkimet? Unë jam 38 vjetë me shtarë, që 38 vjetë mirëna me këto shkrime, por edhe si student 6 vjetë, do më ta një 44 vjetë mirëna me këto shkrime, nuk është vetëm ky libër, kjo broshurë,
shpërngulja shqiptare Kelmendas në Srem, po i kom një 20 libra të botuar në gjuhën kroate, dhe në kësaj pas që në botun e kroatisht, i peshi Kosovës më ka thirrë në Kosovë dhe me ba këtë mision të librat e mirë të që janë botuar në gjuhën kroate, ti përkthej në gjuhën shqipe, ti përpunoj dhe ti botoj. Është historia e kishës katolike, popullit shqiptar, përgjithsisht nga Kosova në shekullin 17, 18 dhe 19. 300 vjet histori popullit shqiptar në troje tona të Kosovës edhe të Shqipërisë. Pse shkruani në kroatisht? Por unë kom jetu në Kroaci, 38 vjet jom me shtar në Kroaci, tani që 3 vjet jom me shtar në Kosovë, në vendindjen time, në Pinç, ku edhe tash veproj si pomollitar. Por isha në Kroaci, flisha gjuhën kroate, shkrujta kroatisht dhe i botova në gjuhën kroate për me pasën publiku me i lexu. E tani jam të i përkthye në gjuhën shqipe dhe të i botu shqip. Shumë interesant. Cili është mesazhi që ju keni dashur gjatë gjithë këtyre viteve? E para ajo që ju keni kuptuar nga studimet tuaja dhe e dyta ajo që doni që ne të kuptojmë tani me botimin e librave. Mesazhi është nga historia e Kelmendit që u shpërngulën në Srem, mund të nxjerrimi këtë mesazh për shqiptarët sot. Një popull mund të largohet nga toka e vet, por nuk duhet të largohet kur nga rrënjat e veta. Kelmendasit, edhe pse u shpërngulën larg vendimjes, ruajtën besimin, traditën dhe kujtesën për prejardhjen e tyre. Të ruajmë gjuhën, kulturën dhe identitetin tonë, kudo që jetojmë, sepse një kom vjetoni, jo vetëm në tokën e vetë, por edhe në kujtesën, unitetin dhe shpirtin e tij. Si çdo vend shqiptar që është shpërngulur në zartë të Kroacisë, në Itali, por e kanë ruajtur identitetin e vet. Do me thonë, të jetojmë në një vend, por nuk duhet të largohemi kur nga rrënjat e tona të popullit shqiptar. Ky është mesazhi edhe i kësaj broshure, edhe këtij emisionit sot. Ta ruajmë identitetin tonë shqiptar kombëtar. Ta ruajmë edhe ta tregojmë. Prandaj edhe jemi në Shqip. Që është emisioni dur për të ndarë me të gjithë Shqipen tonë të përbashkët. Ju keni qenë në Sriem, po e quaj në Vojvodin, keni takuar Kelmendas, pasardhës domethënë të tyre? E kanë ruajtur gjuhën? Unë i kom takuar në Sriem, i kom vizituar në 2 fshatra ku ata kanë jetuar në Hrtkovci dhe në Nikin, si të Sriemit, të Slavonisë, të Vojvodinës, por pas luftës në Kroaci 1991, shqiptarët Kelmendas nuk jetojnë në Srem. Ata i kanë shpërngulën lufta e Kroacisë dhe lufta e Serbisë dhe janë shpërngulën krejt për Kroaci. Mirë po duhet me thënë të vërtetën se në vitin 1910 fisit Kelmendas, shqiptarët nga Hrtkovci dhe Nikinci në Srem të Kroacisë të asoj koke janë deklaruar se janë kroatë. Nuk ka qenë kjo asimilimi me dhunë, por ka qenë asimilimi natyror. Koka e ka bën të vetën duke jetuar me një popull me gjuhën që flitet gjuhën kroate dhe në mesin e tyre ata 1910 janë deklaruar se janë kroatë, por e kanë ruajtur prejardhjen se janë shqiptar në lutje, në urat, në përshëndetje, e kanë pasur një kafeteri në Hrtkovci ku e kanë quajtur Skenderbeg dhe figurën, portretin e Skenderbegut e kanë pasur në dhomën, në gostionën, në kafeterien ku e kanë ruajtur në fshat në Hrtkovci. Flasim pak për Kelmendasit dhe për faktin pse ata konsiderohen një nga fisat më të rëndësishme të historisë shqiptare. Të flasmi cilë janë shqiptarët Kelmendas në fillim. Dhe me thonë, shqiptarët janë një popull autokton i gatishullit të Ballkanit. Ata janë pasasit e lirëve, të lashtë.
gjurmat e të cilëve rrugën e gjuhën e sot me Shqipe, e më siguri edhe në karakteristikat racore të shqiptarëve. Në kokën e dundjeve të piseve slavike, rreth shekullit 6 dhe shekullit 7, një numër fisësh shqiptar u përqendruan në male, ku edhe vazhduan jetën. Diku ndodhi që u përzin me slavët të ardhur përmes lidhjeve martësore, po një përqindje të madhe ata rujtën fenomenin e tyre identitar dhe e vazhduan bashkëjetesën paqësore me pullësi të reja, duke respektuar njëkohësisht edhe rendin e tyre social të organizuar sipas sistemit fisnor që ishte karakteristika e atyre kohrave. Ndoshta është mirë të flasmi edhe vendi, banimi kelmendasve dhe emrin, qofse me lejoni disa fjalë. Një ndër fisë, faleminderit. Një ndër fiset e njohur shqiptar është edhe fisi shqiptar i kelmendasve. Emri i këtij fisi vjen prej emrit Clement, Clemens, sipas emrave me origjinë latine Clementet apo Clementinët. Emri i këtij fisi nga kroatët shqiptohet dhe shkruhet në formë Kelmendet edhe Klimentet. Kelmendasi jetojnë në viset e bjeshkërave të Nemuna, në malsinë e madhe, në brezni kufitare mes Malit të Zi dhe Shqipërisë. Këtij fisi takojnë edhe banorët e rrafshit të epërme të lumejve Lim e Cem. Lumi Cem ka dy burime të larguara njëra nga tjetrit në brigjet e të cilëve jetojnë pjesëtarët e këtij fisi. Vendbanimet e tyre si Selci, Nikçi, Bukli dhe Boga janë tepër të njohura. Më lejoni edhe disa fjalë mbi emrin e këtij fisit? Me kënaqësi, unë vetë pa lexuar shumë histori, gjë që ndodhi më pas, kam ndjerë kur kam shkuar atje një lloj diferencë të madhe, e cila është dukur në higjen, në mikpritje. Domethënë, më ka bërë shumë përshtypje, më ka lënë shumë përshtypje pozitive. E kam ndjerë, domethënë, një lloj në hierarkinë e fiseve i kam parë ata. Por më pas kuptohet, kemi lexuar, kemi kuptuar më shumë. Prandaj me shumë kënaqësi ju dëgjoj ndërsa flisni. Në përgjithësi, populli shqiptar ka besën, nderin dhe burrnien dhe mikpritjen, posaçërisht e ka pasur fisi Kelmend. Janë dëgjuar shumë kojdhana mbi krijimin e këtij fisi. Një prej tyre gjendet të shkruar në relacionet e vitit 1685 të argjipeshit të Shkupit, Pjetër Bogdanit, mbi Kosovë dhe Shqipërinë. Sipas kësaj kojdhane, fisi ka përjardhën nga i pari tyre i cili zbriti nga rrjedhat e epërme të lumit Moraça dhe u martua me një vajzë të fisit të Kuçve, martesës nga cili lindi djali i tyre Klementi, sipas emrit të të cilit u quajt edhe fisi, pra respektivisht ata u quajtën Kelmendas. Mirë po, sipas kojdhanës së dytë, ky fisi ka përjardhjen nga një farë burri quajtur Kelmend. Sipas kësaj kojdhane Kelmendi pati 7 djemë, të cilët u bën kryetar të 7 vëllezërve, Selci, Vuklit, Nikajt, Utajt, Martinoviçi, Vukovës dhe Dukaçinit dhe Lamit në Kosovë. Mirë po, kojdhana e tretë tregon e ka shënuar i peshkvi Srjemit Ladislav Shërëni, tregon se emri i fisit rrjedh nga mbrojtësi i fisit, Shën Kelmendi, papë dhe martir. Shërëni thot se janë quajtur Kelmendas për shkak të përjardhjes së tyre katolike. Me fjalë të tjera, papa dhe Shën Klementi, nxënësi Shën Pjetrit, me predikimin dhe mrekullitë e tij e ktheu në fenë e krishterët. Dhe kjo është një ide ma e respektuar dhe ma e saktë. Kjo kojdhanë në fakt e nderon kultin e Shën Klementit, papë dhe martir,
në trojet amë të Kelmendasve, isha në shpaj, i është kushtuar pikreshën Kelmendit, Klemendasit të shpajës e bartën edhe rujtën këtë kult në kokën e shpërnguljes së dytë të tiruar në Kosovë në vitin 1702, edhe kur ikën nga Peshteri për në Srem në vitin 1737, përsëri i akushtuan kishën e tyre Shën Klementit, papë dhe martir, e të njëjtën gjë bën edhe në me kishën në Fëtkopci, cili ishte vendbanimi më i rëndësishëm i tyre. Për këtë ide e quajmë të saktë se kanë emrin sipas pajtorit të tyre papë dhe martir Shën Klementit, i cili fisi Klement e ka emrin e këtij fisi të vet. Mund të tregojmë diçka më shumë për arsyet që detyruan shpërnguljen e fisit, domethënë çfarë ndodhi me shpërnguljen? Si ndodhi? Kush Shifni, gjatë luftës austriake-turke, cila ndodhi në vitin 1737-1739, Kelmendasit nuk mbejtën asnjë anës. Ata nën udhëheqjen e argjepeshëve të Shkupit, Mikel Suma, u kthua në kryengritje. Sipas informacionit që lexojmë në disa shënime arkivore derse Kelmendasit u nxitën për kryengritje, por nga patriarki sërb Arseni IV Jovanim Shekapenta dëgjojmë se edhe ata janë nxitën në kryengritje. Mikel Suma, argjepeshëvi i Shkupit, ishte në bisedë edhe në maltezi, por venedikasët e lajmëruan të turqit dhe lufta dështoi, lufta austriake kundra Turqisë në vitin 1737 dështoi dhe u detyruan të shpërnguljen nga Kosova edhe Mikel Suma si argjepeshë edhe fisi Kelmendasi, i cili u ngrit në kryengritje kundra atëherë perandorisë osmane në Kosovë. Duke të tregojmë se Kelmendasit janë shpërngulën dy herë, nga Malësia e Madhe janë shpërngulën në Kosovë, në Peshter dhe Rubov të Novi Pazarit në vitin 1702. Prap janë shpërngulën nga Kosova në Austro-Hungari në vitin 1737. Është fenomen, dy herë janë shpërngulën Kelmendasit nga trojet e tyre të Malësisë së Madhe në Kosovë dhe prej Kosovës në Austro-Hungari. Po ata që jetojnë tashmë në Kelmend, janë ata që mbetën, janë pasardhës të tyre, apo kanë bërë shpërngulja, ka bërë të vetën, gjithandej? Kelmendasi e njohën autoritetin osman me vështërsi në vitin 1497, megjithatë ky autoritet ka pasur karakter të çrregullt me shtyre, sepse ata nuk e arritën asnjëherë të kontrollonin tërësisht trojat amë të tyre, pasuritë të tyre dhe me veçoritë të ardhurë të tyre. Në shkurt të vitit 1638, pushteti osman dërgoi Buço Pashën me 15.000 ushtarë kundër Kelmendasve, por malësore trima i mundën turqi dhe zonë si plaçk, sasi të madhe të armave dhe të kuajve. Kelmendasit nuk e nënshtuan asnjëherë dhe kjo u mundsoi përfitimin e disa privilegjeve që ishin të shumta, duke garantuar atyre një lloj statusi që mundsonte vetëqeverisjen. Megjithatë, në vitin 1702 u zbatua vendimi i Portës, sipas të cilit 274 familje kelmendase duke të shpërnguleshin dhunësh në Peshter të Novi Pazarit. Kelmendasit në Peshter dhe në Rugov nuk e dorëzonin dot kontrollimin e pandërprerë të pushtuesit osman, e sidomos autoritetit të Pashës nga Peja. Për këtë arsye në vitin 1707, 147 familje kelmendase u rikthyen në Malësinë e Madhe në Shqipëri,
duke marrë me dhunë edhe 2 misionar franciskan. Pas kësaj zhvillimi, Osmanet kundërvepruan duke shkatruar misionin franciskan në Peshter. Prandaj, duket ditur se në vitin 1707, 147 familje kelmendase u rikthyen prapë në Shqipërinë e Marsinë e Madhe dhe vazhduan të jetojnë atje sipas kushteve të asaj kohe. Kuptoj. Pra, rikthimi, bëhet fjalë për rikthimin, i cilët pastaj u përshtatën, u detyruan. Megjithatë, ata 2 gjëra janë që dallohen. Feja dhe fisi, do me thënë në një farë mënyrë marrëdhënia fisnore që të mban, po edhe feja e krishterë ata i mbajti. Do me thënë janë 2 ndikime të forta. Janë 2 ndikime të forta, feja katolike dhe fisi shqiptar, të dyat ishin të forta për me mbijetu dhe mbijetuan. Por të kthem kemi pak edhe të arsyeja pse kelmendasit u shpërngolën nga Kosova në Austro-Hungari. Edhe kjo është një histori e dhimbshme dhe jo e vërtetë, të cilët e shfrytëzojnë serbët në librat e tyre duke dëshmuar se ka qenë dyndja e parë dhe dyndja e dytë e serbëve. Unë nuk dëshiroj të ngrej diskutime në lidhje me ngjarjet e së Austro-Qujtorës, dyndja e parë e serbëve, as dyndja e dytë e serbëve. Por dëshiroj të kundërshtoj dhe të them, po të hedhi poshtë si të Austro-Qujtorën dyndjen e parë serbe, si të Austro-Qujtorën dyndjen e dytë serbe, sepse mbështetën e dëshmitar dhe fakte historike kam dalë se nuk ka pasur as dyndje e as shpërngulje masive të popullsisë serbe, por ishin shqiptarë ata që përsekutuan u shpërngulën dhunshëm dhe pas çdo disbate të kryengritjes së aleatëve të krishtera. Në vitin 1736, perëndori austriak Karli i VI po përgatitej për luftë kundër osmanëve, kështu që fitoi të gjitha të krishterë në Serbi, në Maqedoni dhe në Shqipëri që të qoheshin në kryengritje, sapo të nisnin operacionet ushtarake. Siç e thash edhe më parë, argjipezhvi i Shkupit Mikael Stuma i nxiti shqiptarët kelmendas të qohën në kryengritje, por lufta dështoi. Lufta dështoi. Dhe pasi lufta dështoi, unë shpërngulën dhe kelmendasit gjithë që për tyre 4.000 njerëz dhe me rreth 100.000 copë begati me ushtri austriake u tërhoqën në drejtim të Rudnikut dhe Ligut në për rrugë të Këqia dhe malet e larta për të arritur me 11 tetor në Balev. Aty, me saksisht në Kllanac i priti Mehmet Bejo Zvornikut, i cili me 12 tetor të vitit 1737 i plaçkiti qetat me kuaj e qere dhe për të furnizuar trupat luftarake dhe hyri në Balev ku pas masakrimit të tmerrshëm zuri rob rreth 3.000 shqiptar që po u traftun nga Arseni IV Jovanović Shakabenta, patriarki i serbëve, dhe ata u masakruan. 1/3 u masakruan, 1/3 u zun rob, 1/3 shqiptarëve kelmendas arritën të dalin në atë ljumit Sava dhe të jetonin në shtetin e Austro-Hungarisë. Në vitin 1737 kjo ndodhi. Jo shpërngulje nikët më shumë si dyndja e dytë serbe, për shkak të secilës rreth 3.000 familje shqiptare kaluan në Srem, 300 familje shqiptare kaluan në Srem, ku pas një farë koke morën tokat në territorin e fshatrave të sotëm Kotkovci dhe Nikinci. Po të ishte dyndje e dytë të serbëve,
nuk ka pas nevojë që populli sërb të kalon të shtetin anë, Serbia të dalë prapë me një shtet tjetër të Austro-Hungarisë. Nga Kosova në përtër Serbien me dalë në Austro-Hungari. Ishin sërbë, ishin banu në Serbi, por kanë qenë shqiptar ata që u shpërngollën nga Peshteri dhe Rogova dhe shkuan të jetonin në Austro-Hungari, në Srem, në Hrtkopc dhe në Nikins. Pra serbët nuk e pranojnë këtë histori, e mohojnë. Ja, e mohojnë, sërbë e mohojnë për fat të keq, ata i kanë janë ekspertë fort dhe përrere sjellin ujë në mullinin e tyre dhe faktet historike i rrëzojnë, i keq trajtojnë, i shpjegojnë me fakte jo të sakta. Për këtë arsye në shumë vende une për ta përmirësu historinë e popullit tim shqiptar i kom mbledhën dokumentet të sakta nga arkivi Vatikani dhe nga arkivi propagandës në Romë, dhe dokumentet i kom si në gjuhën kroate dhe në gjuhën shqipe ta shpesjel që të tregoj të vërtetën historike. Atere, ju i referojni arkivave të Vatikanit, ku jeni mundur të futeni? Po, unë i referohem arkivat e Vatikanit, arkivat e propagandës, arkivat e Austrijës në Vjenë, arkivat e luftërakit të Austrijës në Vjenë, arkivat ku Habsburgovcit, arkivat ku janë dokumentat e shenume që ku jetojnë, sidomos arkivat e Vatikanit, se çdo i pesh u kanë i detyruar atëherë dhe tash, çdo 3 vjet me çu një relacion në Rom, ku e shpjegon gjendjen e diocezës, e shpjegon numrin e besimtarëve, e shpjegon numrin e kishave, e shpjegon numrin e meshtarëve dhe tregon sa besimtari ka, sa familje ka, sa meshtari ka, sa kisha i ka. Gjithashtu ata kanë treguar me shumë interes e ka ardhur një popullsi në Austro-Hungari, në fshat të Hrtkopc dhe Nikez në Srem, cili ishte atëherë dioceza e Sremit, sot është dioceza e Sremit prapë, por në kohë të gjatë ka qenë dioceza e Gjakovës, ku është përfshirë dhe Sremi i sotshëm, por sot e ka i pegjën e vetë, dhe ta e kanë quajtur në relacion të sakta, kush ka ardhur, sa meshtar kanë ardhur, sa priftar kanë ardhur, sa besimtar kanë ardhur, ku janë stacionuar, cilën familje kanë, cilën kishe kanë ndërtuar, për atë arsye dimi se kelmendët e ndërtuar kishën e shenjtit Kelmend në Hrtkopc, si mbrojtësi tyne i fisit Kelmend, papës dhe martirit të parë të kishës katolike. Por ka ende mundësi që të kërkohet dokumenta dhe të mund të bëhen të tjera studime për ta zbuluar këtë histori, dhe për ta bërë të pranuar tashmë nga të gjithë. Historia Kelmendëve që është shpërngulur në Srem në mëson 2 gjëra kryesore. Migrimi shpesh bën nga nevoja, popujt detyrohen të largohen për shkak të luftrave, presioneve politike ose kushteve të vështira të jetës. Identiteti mund të mbijetoj edhe larg atë dheut nëse rruket gjunka, feja, tradita dhe kujtesa për mbijetu. Përndryshe, dokumentat tregojnë, janë fakte historike, ne flasim me faktologji dhe kjo na tregon se jeta, mënyra, fakti, Kelmendëve tregon se një popull mund të shpërngullet, por nëse ruhet kulturën dhe besimin, ai mund të mbijetoj si kom edhe larg vendlindje që tregon edhe pisi Kelmend. Pse e bëni ju këtë? Pse, domethënë ju keni punën tuaj, por ndërkohë duket se feja dhe shqiptaria, sikur keni nevojë, domethënë, t'i mbani bashkë të dyja. Shumë me vend, feja dhe shqiptaria të nxit, të kuq, të mirësh me fakte, me historinë, të njohë rënien, edhe unë isha
me thojza me thanë si ishë përngulli dhe pse jo ishë përngulli, ishë në Kroaci, ishë në një popull të huj, nuk e flisësha, nuk kisha me kata fjalë gjunë amtare, gjunë shqipe, gjunë time, më mbeti vetëm ti kulumtoj të dhanat historike dhe ta njoftoj historinë e popullit tim qytetar, sidomos ata që kanë jetuar në Srem, në Kroaci, në vendi ku isha unë meshtar. Për këtë arsye mu deshte dhe pata shumë dëshirë të mirë me këto kulumtime, edhe i falenderoj pegjit të Prishtinës, të Kosovës, Nik Prellës, i cili më nxiti të mërna me Mikel Sumën, arkipegjën e Shkupit, dhe me Fisin Kelmen, që tashti u butu kjo broshure vogël. Do doja ta shikoja sepse unë e kam. Shumë bukur, shumë bukur. Ku mund të gjendet ajo, sepse unë e kam. Po, ku gjendet libri juaj? Është një libër e madhe 250 faqe, e cila do të botoket së shpejti në Kroaci, dhe unë e kom me 17 mujnë e arshëm, mujnë prel 2026, promovimin e këtij librit në Kroaci, të katedrale Kroacisë, Pirat Kaptol, në Kaptol e kom promovimin me 17 prel të vitit 2026, botimi. Po kur të vi koha do flasim përsëri atëre, do kemi përsëri mundësinë e një bisede nga Kroacia herës tjetër. Ju keni qenë në Zar, keni pasur takime me shqiptarët e Zarës në Kroaci? Po, kom qenë edhe në Zar, kom vizitue, kina bisedue, kina pasën disa takime shkencore, disa akademia, ku ne kom prezentue temën time Fisin Kelmen dhe shpërnguljen e shqiptarëve nga Peshteri dhe Rrogova në Kroaci, të cilën e kanë quajtur së dhundja e dytë e sërbëve, dhe unë e kam refuzuar se nuk ka ekzistuar dhundja e dytë e sërbëve, por ka qenë shqiptar, e kena prezantuar edhe në Zar, ku është prezantuar edhe pjesa e tyre që janë shpërngulur nga Shqipëria në anën e nga deti në Zar, ku jetojnë edhe sot arbanasët, shqiptarët, arbresht e Shqipërisë në Zar, në diocezën e Zarës sot, e kanë edhe lagjën e vetë, arbanasit tjerët, edhe flasin gjuhën shqipe dhe janë shumë të zgjuar, shumë të mirë, shumë pozitiv në Kroaci. Arbanas. Më vjen keq në fakt që nuk kam shkuar ende në Zar. Unë e kam bërë atë udhëtimin biblik të shqiptarëve, kam qenë kudo, po jo në Zar. Më vjen keq për këtë. Një pyetje. Ka në një lidhje Zara e famshme e veshjeve, se kam vesh Zara sot, me Zarën e Kroacisë? Zara e Kroacisë? Po, me Zarën me atë, jo s'ka lidhje, janë spanjolla ata. Zara e veshjeve. Jo, nuk janë, është tjetër. Po, deshta t'je them se një shkrimtar dhe një kombëtar i famshëm kroat që e ka emrin Gianni Marshano, ajo është arbanas, dhe e ka shkruar himnën, e jo e shtetit Kroacisë, po himnën e një partije që është sot në pushtet Kroacisë, që thirret HDZ, Gianni Marshano, o Zot, ruaje Kroacinë, thirret në gjuhën shqip ose kroatisht, Bože çuvaj Hrvatsku, të cilën e këndon gjithë populli shqiptar. I pari e ka shkruar, e ka kënduar Gianni Marshano, shqiptar nga Arbanaset. Jemi kudo. Jemi kudo. Jemi po, po sikur si jemi për veten tonë. Sikur si jemi për veten tonë. Apo s'kam se të bëj mesazhe të dëshpëruara. E vërteta është që jemi kudo, sa më shumë forcohemi dhe të njihemi, aq më shumë mund t'ia dalim së bashku në bashkëveprim. Po, për fat keq jemi për tjetë shumë më të mirë se për vetë-vetën. Për vetë-vetën nuk jemi aq të mirë, por duket, ne po zhvillohemi, shkojmë përpara dhe kemi mendime pozitive të mira se do të vetisohemi dhe do të kulturohemi dhe do të mbajmë shtetin në Shqipëri dhe në Kosovë. Populli shqiptar ka 2 shtete, dhe vap Zoti një kohë të bashkohemi, se Kosova është Shqipëri, e du Kosovën se jam kosovar, e du Shqipërinë se jam shqiptar. Jemi një popull, një gjakë, një gjuhë, një fe, një atë kemi, një tokë të cilën thirrmi nanë. Është kjo e vërteta jo një popull shqiptar. Faleminderit shumë. Ky është mesazhi me cilin do doja ta mbyllja. Ishte kënaqësi që u njohëm.
do doja të ishim përsëri në lidhje për të folur jo vetëm për këtë temë, po dhe për të tjera studime tuaja, edhe sidomos për kënaqësinë që gjeni ju, por dhe për vendet ku, sepse nuk mjafton vetëm të na pëlqej të kërkojmë, po dhe të dim ku të kërkojmë, dhe ju dini pikërisht ku. Me sa duket, Vatikani është një thesar. Një thesar, një bordim i pashtershëm i dokumenteve, është mjerim se ende populli shqiptar nuk ka kolumtu në Vatikan. Në Vatikan ka kolumtu në kohën e fundit i vetmi shqiptar Mark Palinika nga Tirana. Po, që në dritare është mysafiri përhershëm i Shqip nga Dritan Hila. Është miki im i madh dhe në kohën e fundit e ka përgatitur formulën e pagëzimit, të cilën fjalën hyrë se ja shkrova unë dhe i ka 20 faqe spjegim për formulën e pagëzimit, libra u butue dhe do të shpërndahet, e përgëzoj Mark Palinikën për veprën e madhe që e bën dhe jam krenar se jam mik i tij dhe bashkë punojmë në kolumtimet historike të popullit shqiptar. Ju falenderoj dhe ju dëshiroj një punë të marrë, të vyshme, të mirë, të bekume për popullin shqiptar, për krejt shqiptar ku jetojnë në botë. Jemi një gjak, jemi një këmbë dhe kemi një tokë të në thirë një nanë. Faleminderit, miru dëgjofshim, miru takofshim përsëri. Faleminderit, përshëndetje. Miru pafshim, përshëndetje. Në fakt, janë tema që na pëlqejnë, ne pëlqejmë shumë të flasim për Shqipen, për shqiptarin, por na pëlqejnë gjithashtu ta bëjmë duke i referuar studimeve, shumë e rëndësishme. Të flasim me njerëz që e duan Shqipen dhe shqiptarin, por të cilët kanë mbas kanë studime, kanë arkiva. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse nuk mjafton të duash, duhet të dish të duash, që pastaj të dish të tregosh, që të dish të pranohesh. Dhe është koha që të mendojmë shumë për arkivat, për studimet, për tregimin në mënyrë e duhur. Është realisht koha. Faleminderit shumë që na ndiqni në Dritare Televizion dhe Rudina Xhunga. Janë dy kanale të rëndësishme, dy kanale që janë jehona e një zëri të mirë, e zërit shqiptar, kudo në diaspor, kudo në botë, kudo e ti ka Shqipëri, kemi nevojë për ty. Subscribe Dritare Televizion. Faleminderit.